Atëherë, kësaj përket çështjes së tarifave të energjisë elektrike, ajo çfarë mund të them si qeveri është që në pjesën ku qeveria ka kontroll, s'paku na fat shkurt, sepse si qeveritë e mëhershme pra kanë pasur kontroll ndoshta në mënyrë të tërthartë se si të ndikojnë që të kemi furnizim më të qëndrueshëm e më të përballueshëm, duke bërë investimet e nevojshme ashtu siç kemi avokuar kur kemi qenë në opozitë, siç e thatë ju, por fatkeqësisht ato investime nuk janë bërë kurrë. Pra çdo herë ka pas ose devijim të projekteve ose tentime për të shku në terrene të cilat pra do të ndikonin në çmim të papërballueshëm. Sa na përket neve pra, gjatë këtij mandati, ne ajo çfarë kemi mund, pra çka ka qenë në kontrollin e qeverisë, është çmimi i energjisë elektrike që Keku, energjia të cilën Keku e prodhon, sa e shet. Vazhdon të jetë 30 euro për megawatt orë. Pra asnjë cent nuk është rritë si rezultat i ndonjë vendimi apo insistimit të qeverisë. Çka ka ndikuar në rritjen e tarifave të energjisë elektrike, mund të jenë dy çështje, janë kostot operacionale të cilat i miraton zërreja dhe është çmimi i furnizimit nga importi. Pra, sa i përket kostove operacionale, edhe çmimit të furnizimit nga importi, mund të drejtoni pyetjet, por edhe komentet, po besoj ka qenë e mundshme, tek institucionit që merret me këtë çështje. Ne si qeveri kontroll mbi çmimet e importit nuk kemi, aq sa nuk kemi kontroll mbi çmimin e naftës. Do të thonë varësisht se si sillet çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare, i njëjti çmim na vjen edhe këtu. Ngjajshëm është edhe me energjinë elektrike. Fatkeqësisht viteve të fundit, pra për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak edhe të politikave të tjera në kuadër të Bashkimit Evropian, por edhe në nivel global, pra ka pasur një rritje të çmimeve të energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare, pra nga ku edhe blehet dhe importohet energjia elektrike. Pra ky është ai faktori kyç mbi cilin qeveria as nuk ka, as nuk mund të ketë kontroll, sa i përket asaj se çka është kontribuesi kryesor në rritjen e çmimit. Ndërkaq po besoj mund të bëni pyetjen zërrejës. Qeveria çka është përgjegjës është të dërgoj komentet. Por sa i merr parasysh apo çka ka marr parasysh, besoj ju takon që bëni pyetjen drejt zërrejës. Si qeveri, pra siç e thash, jemi përkujdesur që aty ku te elementi apo te komponenta e cila kemi mundësi pra të mos shkaktohet rritje, jemi përkujdesur që të mos ketë. Pra çmimi i cili i shitet pra nga Keku, çmimi i shitjes nga Keku për furnizimin e konsumatorëve fundor. Përveç kësaj kemi pas edhe veprime dhe politika tjera që kanë synu pra mbështetjen e qytetarëve, qoftë për subvencionim të izolimit të shtëpive, subvencionim të ndryshimit, pra ndrimit të pajisjeve në ato eficiente që të ketë tulet konsumi energjisë elektrike, por edhe kemi rritur masat mbështetëse qoftë subvencionimi i kursimit të energjisë elektrike që ishte para 2 viteve, apo tani edhe me programin që kemi tashmë të përhershëm, fillimisht ishte pilotimi i viti i kaluar dhe nga ky vit pra kemi filluar edhe zbatimin si program të përhershëm për mbështetjen e konsumatorëve të cënueshëm. Për muajin mars tazëm janë 91.000 familje që përfitojnë subvencionim të energjisë elektrike, pra këto 91.000 familje janë familjet që kanë dëshmuar që nuk kanë apo kanë pak të ardhura, pra është pjesa që realisht do ta përjetoj më së vështiri barën çfarëdo fature, dhe këto familje, pra 91.000 familje janë të mbështetura me vlerën prej 2.44 milion euro apo mesatarisht i bie 26 euro për familje. Domethënë si qeveri jemi përkujdesur që ata që kanë më shumë të nevojë dhe për cilët çdo barë, çdo rritje është e rëndë, jemi përkujdesur që t'u dalim në mbështetje. Gjithsesi që mbështetja, metodat e mbështetjes siç i keni parë deri më tani, pra që të kujdesemi që të kursejmë energjinë elektrike, por edhe të rrisim kapacitetet e gjenerimit, pra prodhimit të energjisë elektrike në vend, tashmë janë në proces, siç e dini Ministria e Ekonomisë ka bënë punë të jashtëzakonshme sa i përket qoftë energjisë solare apo tani edhe energjisë me erë, si dhe investimet në rehabilitimin dhe revitalizimin e termocentraleve në Kosovën A dhe Kosovën B, në mënyrë që ai kapacitet që është, pra të rritet efikasiteti dhe të prodhohen sado pak megawatt shtesë që mund të nxjerrim, të prodhohet më tepër në mënyrë që të ketë prodhim më tepër brenda vendit dhe të ulet ndikimi që vjen nga importi. Faleminderit.